momenti për t'i thënë faleminderit çuna! Faleminderit nga zemra. Disa prej tyre janë shoqëruar edhe me fëmijët. Gjimshit. Është djali? Po. Si quhet? Lion. Lion, zemra. Dale, moj, dale, se shi turpshëm djali, dale. Edhe njerë? Sa krenar është Lioni për babin, ashtu si që jemi në gjithë. Besoj që shumë, bravo. Shumë. Oke, jemi me të gjithë herojnët e kualifikimit në Euro 2024. Dhe tani do bëjmë atë që bëjmë zakonisht për para ndeshjeve, kur unë i thras djemt në emër dhe ju të gjithë bashkë këndonin mbi emrat. Jemi të qartë, mos të lëmë namët. I pari, që nuk e di në sa raste ka mbrojtur portën dhe na ka emocionuar. Trit! Kush Titi? Titi! Eja në qëndëreja, se zakonisht e mësuar të rishë mbrapa. Emocioni më i bukur i joti në cilën ndeshje ka qënë, po duhet më thuash të vërtetën. Me siguri që ndeshja me Çekin ka qenë emocion special, pasi që aty me të vërtet kemë mëndu që do të arrim të kualifikohemi. Do të thuash, më falë, Elona, një gjë vetëm, do të thuash kur e thyem Çekin në mes 3-0 në atë ndeshje, që e thym mes. Edhe ajo mirë, po edhe në ndeshja në Çeki ishte një rezultat fantastik që na bëri shumë që të besojmë për të kualifikuar pra. Është hera e dytë në Europian për ty. Tani, duket sikur mësohesh keq, çfarë ka më tej? Mos pretendon botrori, në ndërron, qefi madh, dëshirë madhe. Me siguri, tani gjithmonë kem qef më mirë po me siguri kem një ekip fantastik, do mundohemi që këto ngjyra, këta tifoz t'i respektojmë, edhe këtë flamur t'a qojmë sa më lartë edhe në Gjermani. Para se të kalojmë tek emrat e tjerë, zonja dhe zotrin, tifos të dashur, thresim atë, arkitektin e kësaj kombëtare, vjen tek ne. Buonasera mister! Buonasera a tutti! Io adesso sono emozionato, non so cosa chiederle per prima, però come inizio un ringraziamento, jam emozionuar I them misterit, nuk di çfarë të pyes përpara, po si fillim një falënderim. Mille grazie per tutto l'impiego e per questo risultato storico assieme ai ragazzi. Faleminderit shumë për gjithë përpjekjen dhe për këtë risultat historik bashkë me të gjithë djemt. La sua prima emozione all'ultimo fischio dell'arbitro della sfida con la Moldova è questa di questa sera. Emozioni parë sa po vërshëlleu arbitri. Buonasera a tutti. Mirë brama. Si kalove. Uzuni e ndihmon të pyesi si kalua. Jemi mrekullisht mirë. Prima di tutti ragazzi voleva ringraziare per quello scendo. A voi calciatori, siete bravi, avete fatto un percorso straordinario, siete grandissimi calciatori. Merita. Tutto il staff, anche ringrazio tanti ore insieme, chiedo scusa, sono pesanti, sono difficili. Grazie mille. Approfitto anche per ringraziare la federazione e il suo presidente Armando Duca, tutti quelli che lavorano in federazione, sono tanti, ringrazio di cuore, ogni giorno lavorano con ognuno di loro. Finisco ragazzi, l'ultimo siete voi, grazie per il sostegno, per il supporto, non abbiamo preso nessun gol a casa,
siamo primero in il gironi, migliori difesa, i migliori attacchi. Grazie di tutti. Mister, I have also a question for you. Can I talk in English? Yes? Mund të flas në anglisht, yes. Is it better to win the Champions League or to go with the national team in European? Është më mirë të fitosh një Champions League apo shkosh me një skuadër kombëtare në European? Ma guarda, è difficile perché a 2009 ero un calciatore tanti anni fa. È stato bellissimo, però oggi ragazzi con tutti loro veramente è un sogno per me. Io non ho fatto un europeo, non so chi è, devo imparare, devo studiare, devo guardare tanti gare per andare là ancora più preparato. Grazie mister. Grazie mister, besoj titrat I lexuat gjithë e keni të qartë çfarë tha trajneri, kështu që nuk ka nevojë ta përkthej. Mille grazie. Vazhdojmë me Elona me djemt. Dale që mos të gaboj. Opa, shkojmë te djemt e tjerë të kombëtares. Numri 2 e ka bërë krahun autostrad. Ivan! Eja, I shoqëruar edhe me djalin e tij. Asa bukur. Çfarë pamjesh të bukura po na ofron kjo kombëtare. Gëzim edhe në brezin e ardhshëm. Sa I lumtur je ti sot që çon Shqipërinë në Europian bashkë me shokët e tu. Shumë. Thank you Ivan, faleminderit Ivan. Numri 3 Elona, një tjetër që ka bërë krahun autostrad nga ana tjetër. E di shumë mirë kush është. Mario Mitaj! Mario, sa emocionuar je nga 1 në 104? 1000. Faleminderit shumë për gjithë punën që ke bërë, për gjithë lojën dhe për gjithë djersën që ke derdhur. Unë du t'i falenderoj gjithve, gjithë tifozat dhe ju presim gjithë në Gjermani. Na keni me vete. Do vim. Numri 4. Elseid! Karton të verdh për ti Berishën, karton të verdh. Jo, policia nuk e thrasin, po të verdhin do ja japim. Elsi, ti nga veteranët, po kam përshtypjen që emocionet nuk shkuen asnjëherë, sidomos te kualifikimi I dytë historik I Shqipërisë. Çfarë do na thuash? Qa me thonë, falenderoj gjithë tifozat që na kanë përshtet gjithë këtë udhtim, po ju premtoj që nuk do ikum në Gjermani për pushime ose thjesht për me tregu që ka ardhur Shqipëria. Po besoj se gjithë këta çuna do hapin maksimumin për të arritur diçka edhe më shumë se kjo. Kështu që falenderoj gjithëve e shpresojmë në një të ardhmen akoma më të bukur. Elsi ju sezoni zotrinj, përshëndetje me mbrëma. Elsi, thonë që kur je shkodran tana I ban, çat ka ngel pa bë? Botnori, ëndër e madhe, shumë suksese çuna. Vazhdojmë Ardit Roshi. Jemi tek numri 5. Frederik! Se më vjen djemë si surprizë. Emocionet janë pa përshkrueshme, nuk e diskutoj. Sa gola do bësh në Europian? Nuk di as vetë. Ti ke rol, je sulmues, qendër sulmues. Po, qendër sulmuese, I pari jam për me sulmu. Jo, deshta thjesht mi përshëndet gjithë shqiptarët, falë ngjyrave të flamurit tonë edhe kulturës tonë, jemi gjithë kënaqë që jemi shqiptar ta mbrojmë edhe vendin tonë, edhe shqiptarët që janë dorëzo kur, nuk dorëzohen kur. Faleminderit Rigo. Shkojmë te kapitenët e kësaj kombëtare fantastike. Këtë thresim tani. Kemi kapiten. Nuk janë pak, janë 4. Të parin atë që nuk ishte në 2016-ën. Po dhe në 2024. Numri 6, kapiteni Berat! Ti ke thënë të gjitha se të kanë marrë një intervist nga të gjitha anët. Sa pik do marrim në fazën e grupeve? Shpresoj 9, kështu që... Lumë të goja! Jo, vetëm desha të falenderoj të gjithë tifos. Organizimin ishte shumë bukur, të gjithë federatën, gjithë ekipin. Besoj që
meritojnë gjithë shqiptarët me shiju këtë moment, me shiju momentin e Gjermani dhe besoj do japim gjithë shka në fush. Faleminderit shumë për të gjitha. Faleminderit shumë Berat Gjimshiti, shoqëruar me djalin e tij. Shumë suksese. Okej, jemi te? Do vazhdoj me kapitenët. Me kapitenët, me kapitenët. Shënoj një gol shumë të rëndësishëm në një ndeshje para pak ditësh. Ishte 11 metrash, po ishte i rëndësishëm. Do shkoj te numri 16. Sokol! Cikaleshi! Eja. Ka ishte dashur janë çunat gjithmonë? Ka ishte dashur janë gjithmonë? Po, sigurisht, me njëri tjetrin shumë. Sokol, cilat janë ndjesitë e tua sonte edhe çfarë pret të ndodh në Europian? Shiko, unë dua ta nis pak sa ndryshe, siç e pam dhe sot, tifozëria ishte në një nivel që kemi parë çdo ndeshje dhe doja t'i thoja që janë tifozëria më e mirë në botë. Forca dhe entuziazmi i tyre, energjia e tyre na ka bërë neve që të shkojmë në kampionatin evropian. Kështu që siç e kemi arritur këtë gjë si ekip, tashmë edhe si kamp, të jemi mes vendeve europiane, sepse atje është vendi jonë. Zoti e bekoft Shqipërinë dhe Zoti u bekoft gjithë juve. Amen. Do lumë goja, faleminderit shumë. Më thonë që është ftohtë, do ecim shpejt, e kuptova. Emrat e gjithë djemve. Ku e lam? E lam të numri 7. Një nga gladiatorët e mes fushës. Kejdi Bare! Pastaj numri 8. Kejdi këtu duhet thras të gjithë këtu tani, se do plevitoseni, nuk duhet të ftoheni. Po sa ke vrapuar sot e çaj bëre këtyre të ishujve. Numri 8. Klaus Gjasura! Santa Claus! Eja, këtu me ne. Numri 9, snajperi. Zonja dhe zotrinj. Jasir Asani! Asani, zbulimi i këtij rrugtimi të kombëtares, gola vendimtar, gola spektakolar, ne e mbyllim me ty këtë mbrëmje, cilat janë fjalët e fundit përpara se e gjithë kombëtarja jonë të shkel në kampionatin evropian. Unë mendoj do t'i falenderoj gjithë tifozët, sepse kanë qenë nga ndeshja e parë, nga grumbëllimi i parë, që një mbështetje shumë e madhe për ne. Dhe pa ndihmën e tifozëve nuk do arrijshim këto fitoret që kemi bërë, dhe unë jam më i lumtur në botë sepse jemi kualifikuar. Edhe duhet të vazhdojmë këtu edhe besoj se në Evropian do bëjmë maksimumin që të jemi pranë vend parë. I falenderoj gjithë tifozët edhe herë. Faleminderit ty, faleminderit gjithë djemve të kombëtares, faleminderit gjithë stafit mjekësor, gjithë stafit teknik, edhe njëri tjetër, trajneri Silvinjo, gjithë çunat kuqezi. Ju faleminderit, ju duam fort suksese. Lart më lart flamuri ynë, sa më shumë suksese nga njëri stadium tek tjetri. Jeni krenaria, shoqëruar me vazhdim. Pa me thonë diçka. Që dhe me vrap
qirit e mos mbetem, të venitën të digjem e dot, këtë dëshirë e kam sa mot, o asjarit nuk i ruhem, dhe kur s'dua që të shuhem, o të digjem me dëshirë, që të bëj dritë sa më mirë. Shihni se jam tretur, mos mendoni se kam vdekur, jam I gjallë e jam në jetë, jam në dritët e vërtet, unë jam në shpirtin tuaj, flakën time se meri huaj, unë jam në shpirtin tuaj, flakën time se meri